Jemi dëshmitar të asaj që shpesh na ndodhen që për pak e për shumë betohemi në emrin e Zotit të Madhruar. Wallahi, billahi, tallahi, thua se ka një zor të madh njeriu, edhe ti e ke detyruar që ai të betohet në emrin e Allahut të Madhruar. Me fjalë tjera, sikur e zan emrin e Zotit dhe Zotin Xheleshanu si diçka të pavlefshëm. E njeriu i cili është mësuar në këtë mënyrë, ta jetojë jetën e tij duke e marrë garancë fjalën e Allahut Xheleshanuhu, për t'i bindur tjerët se e foli të vërtetën dhe jam i besës dhe i sinqert, pejgamberi alayhi salam me një hadis të tij kërcënohet në veçantë ndaj këtyre njerëzve duke ju thënë për 3 kategori të njerëzve do të jem armiku më i madh në ditën e Kiametit. E kategoria e parë e njerëzve që do të jem armiku i tyre në ditën e Kiametit do të jenë ata njerëz të cilët betohen në emrin e Allahut Xheleshanuhu dhe nuk e realizojnë premtimin e tyre, betimin e tyre. Pra, ky hadis i pejgamberit alayhi salam, të nderuar besimtar, na bën që të jemi masiqel kur betohemi në emrin e Allahut, e në të kundërtën do ta kemi armik në ditën e Kiametit. Jo filani dhe pistekin, as një person që ke pasur kundërshtime në këtë dunja, por do ta kesh armik Muhammedin alayhi salam, të dërguarin e Zotit të Madhruar.